Kitumet, ka thonë Muhamedi alayhi salam, e ndihmon Allahu azza wa jall për shkak të dobëve, fukarave, nevojtarve, të atyne që s'kan forcë, për shkak duave tyne, saleh, namazet tyne, sinceritetit tyne, duaja tyne, është ndihmë për neve, e na e shkelëm, na ku të shohëm dobt e shkelëm, me 2 kam, ta shkelëm. Bile edhe me pa të fort, veç që po në lëshën udhën ka pak budallakis tonë, e shkelëm. E Allahu azza wa jall për shkak që tyne na ndihmon neve, për shkak të kujna, të atyne që janë dobt, pa fuqishëm, i ka hub këtë shpresat, i që duart, e lutë Allahun azza wa jall, Rabbul Alamin, e Allahu azza wa jall e zbrit rahmetin e tina, e përfitojnë ata edhe na bashkë me ta. Por fono musliman, kjo umet ndihmohet për shkak të dobëve, jo për shkak të pasunikave, të atyne që janë, jo nevojtarve, smutve, të atyne që kanë probleme, doat e tyne, sinceriteti tyne në doa, falën, e Allahu e zbret rizkin, e zbret mirësin e tina, e zbret rahmetin e tina për shkak doave tyne. Allahu azza wa jall na ndihmoft gjithmonë.